Tani vazhdova që ashtu qysh mujt, jo qysh mujt po qysh e shtyshin ata mjekt, edhe kreva ndeshjen e parë me sukses. Tani kur erdhi pjesa të ndeshja e dytë me marr pjesë, ju luta gjithçysh me mlon me hije çat ndeshje. Edhe kur hina ndeshja e dytë, ai kundërshtori normal kur ta din se e keni pikë dopt, ai ka me dëmtues aty. Edhe normal ai cilë ke vetëm vetull, tani mu qa vetla ala ma shumë edhe tani ndeshje e tretë kur e pa mjek se u përkecu shumë gjendja synit, tani thanë ma mirë është me nalë krejt se... Zakonisht, cilët janë fjallë që ka trajneri në këtë rast? Normal trajneri, kur ta din që kem rriqa s'nalë, ta i këvish të të hin. Mos nalë. Nuk nalë, këse e din sa e më përgadit, ne e din qa mundu me bo, po... Lirim, qëfar dalon Ermali prej sportistëve të tjerë? Kur ka qenë ai momenti që e ke pa potencialin që ka? Ermali ka një talent jashtëzakonshëm edhe ka tepër potencial të madh, po nuk kam qef me theksu këto shumë se e hjek pak, ja minimizon punën që e bën kjo, se talent kanë shumë. Me thonë, çdo i dyti shqiptar ka talent për morrej, edhe vi njerëz të tepër të fortë. Ka njerëz që kur kanë ardhur në palestër, janë qenë shumë më të fortë se Ermali. Këtë jam tregoj për një shok tinaj që s'ka ushtru kër, po kur kanë shku me ushtru bashkë, menxe ka rrekë, se thjesht kanë talent njerëzit, po dallimin e bën puna. Ermali përkundrej vështirësive të mëdha që i ka pas, se gjatë gjithë kohës sa ka stërvit, kë punon shpesh edhe me ndrrimet natës, edhe me këto ato vështirësitë e veta, e gjen kohën del vrapon, nuk pret me dal me vrapun gërmi ose me pas patikat më të mira, ku çellën del nga 10 km, 15 km, vjen në shtrime, është në mbrëmje njët më i pushueshëm, shkon prapë në shtrime, edhe krej këto sa në mbledhën edhe bojnë dallimin, kështu që puna dallon Ermalin, kështu tjetër. Shpirti sportistit, do të thotë që ka punu jashtëzakonisht shumë edhe përmend edhe më herët që shumë shqiptarë kanë këtë talent.